dele që mbahet ai që është. I ka thënë, unë do bëhem më i madhe. Dhe u bë. Pra ta thush me zë të lartë, një ëndër që ti ke, apo një besim të vetja jote se ku do arrish, për mua nuk prish asnjë Unë nuk e njoh kanë histori, unë për vjetë s'pe njofsha, mundet më konë, unë shkaj ka për cilë këta të mëdhojt, halo edhe Elon Musk kur s'ka thonë se ka më bo miliarder. Kur? A ka qëli partit vetaj? Elon Musk ka thonë, Elon Musk ka dasht pasion, punë nuk konë riskantë, dhe gjithmonë Elon Musk 3 fjallë i folë se përqenë. A e thotë, dili tutës për para. Dikush nuk e thotë, ne po flasi për faktin psikologjik. Pra si ndikon psikologjikisht, ta thush pa zë apo me zë të lartë. Për mua nuk bën diferencë. A ka thonë Messi nërë se ka me fitu World Cupin? Po, Messi ka qënë që fëmijë në Akademinë e Barcelonës. A ka thonë? Po që lidhje kam? A ka thonë me gojë? Po që lidhje kam? Nuk i kemi mbajt pishën e ka thonë apo jo? Ondër e ka pos. O rizik ku ta folish. Unë s'pa tham kjo është kalu, se kjo këtë. Psikologjikisht nuk ka si lloj diferencë. Është rizik. Rizik. Seriozisht është rizik. Unë për vjetë e marrë si rizik se e shtin vjetën presion. E shtin vjetën sekletë dhe mund shmëron depresion. Nangë. Në angës? Po. Unë shumë e shok t'i kam se ka dosh me shpyrte me zemre dhe jedin, milionera, s'janë bojnë, kanë lujtë komplet në kry. Se thot i vjeni noti, pse unë jo, pse arditi, pse ludo, pse lapi. E aty është riziki. Ma mirë, step by step, trust the process. Besoj rrugës, step by step, sa ja fut kot, edhe mas anena thosh, shka i bona vetës. Mendim jam. Mendim jam. Okej. Po na të respektoj mendimin. Unë po. Por, gjithsesi, ku e ke gabimin, do shta, jo ti që e ke gabimin, do shta shqiptimin e fjallës si ku une, si kruaj dhia që po 20, më pali, s'po tem ty. To e za, si ardhia, si e lopa që po 20 litra qomëll, edhe pime, kome, edhe... Po nuk ma hekti mu mendimin se... Prit, ti do shta s'pe shqipton mirë, qaj me t'kuptu, se nuk e besoj trupi jot, apo më dëgjon mu? Po shpëraj s'bringa. Qësi? Nuk e besoj që shpirti jot dhe zemra jote... Që atu të mirën? Ishala marrë zot, ishala, unë e thash, jo marrë thash, që se luduja do të dikuna të keqë, që ishala marrë zot, këtë ma këthen mu. Ludu gjithë kune do të mirë, po unë kam qemi i këshqyrë senet ma logik, e jo në emocione në andra. Edhe në thash, andrat janë shumë të bukra. Po, unë i besoj ma shumë rrugës, procesit, step by step. Por, shpirtërisht dhe nga ana e ndjeshmërisë, është pak e rëndë, ti ngëllon në rënd, ti thua është dikuj ti s'ke për të arrit kur këtu. Thash, unë e thash, si pas meje, gremin avortin o pa mundsh me ti me arrit. Dhe ata sun ma hekë. Never say never. Inshallah, po s'po marrok mu logjika se dhe jeti e vërtetoj tha ti me muzikë, thash historia ka treguar never say never, kur nuk thuaj kur. Po, ngom, gremi avort fitot me muzikë. Profi tha, gremi avorti o fundi i muzikës. Do më thonë, kulminacioni. Ky do më thonë, i nënshmoj shumë muzikantat shqiptarë se kryojnë që e kanë anër që 20 vjetë nashta me fitu gremi avortin me qëta shkatha, si pas mendimit tem. I nënvlerësoj komplet. O Ludo, që quan ti sukses? Sukses, tham, procesi, konstanta. Jo që quan, ose më sakt, procesin e arritjes së suksesit, si e përcakton ti? Unë s'kam gjilat shka? Jo, të lutem. Procesin e arritjes së suksesit. Ti si e përkufizon? Unë për veti, suksesi është rezultat, finale. Po suksesi s'ban nuk. Procesin të. Procesin. Unë besoj shumë proces, suksesit, unë besoj shumë rrugë procesit. Si e përkufizon pra? Edhe e përfugëzoj viç me punë edhe me action. Okej. Viç punë dhe action. Punë dhe action, ne lëndrimit si a heqim dot. Regull. Okej? Punë dhe action. Okej. Suksesi është edhe të jesh momentin e duhur, dhe në njerëzit e duhur. Po. Okej. Por? Pra, këtë momentin e duhur dhe njerëzit e duhur, ne s'mund të themi që lëndrimis do t'i takoj kur. Inshallah i takon, regull. Ose ti, ose ajti. Ose po. Bravo. Po flasim për lëndrimin. Po rezit e tash... Pra, ne nuk mund t'a themi këtë. Atere, në momentin që lëndrimit t'a thash, vokal ka, dhe vokali përpunohet. Një. Anë s'pas në lidhe për muzikë. Ju kërkoj falje, publikisht s'pas në lidhe për muzikë. Kërcimtar është, e ka performancën në lojnë e vetë. Nëse në momentin e duhur, takon njerëzit e duhur, s'mu të thuash kur që nuk arrin, ose më sakt të ndezi, nuk po them arrit e gremi apo jo, por që mund të ketë sukses. Unë për vjeti, qërë. Se ke shumë artist shqiptar që e kërkojnë,
dhe nuk kam dezur. Unë për vete shë lëndrimin, edhe kam thotë se i ndimoj, Milano Fashion Week. Milano, po të thamë drejt. Ajo nuk ka të shtim, po muzikë së shumë. Po të arrish, o Ludo, a e kupton se kundërshtove, po të arrish në Milano Fashion Week, të takosh njerëzit e duhur, të jepet mundësia dhe të bësh këngën, edhe të arrish me këngë. Se janë pikërish ata njerëzit këtu, të shoh biznesit, që ta japin mundësin. Po guti. Mire ki këtë reguti, Hyki, falemendroj, po apet duhet më rujtë që ka i të thonë që onë riziki madhë mja qitë vjetit atë presion. Edhe për ti për në nëshmon me qatë fjallë, Gremi në avortit ti për në nëshmon Marja Kerin, për në nëshmon... O, për zemë, Nuk e në nëshmon, të ndërrosh të arrish aty, nuk i në nëshmon, si. Ndërrosh të vla. Që pja u vlerën e Gremi Vovaki dhe avortit. del. Une, ajde po edhe qëta për ta pësë ti. Që shohë mund që me që 20 vjetë estrada, muzikës janë të qitë hit mas hita. Halo, Ludo, një se ka një të thonë se ka me fitu ose e kam ondër me fitu Gremi. As era... Sepse ndoshta synimi tyre nuk është ajo. Okej. Së është. Se me ndojnë si Ludo, logical. Kapacitetet profesionale nuk i kanë për ato. A që ashtu? Logical bëj zemë, vish logical. Kapacitetet profesionale. Grazie, që të fjole liva për ti e preka. Ti s'po kupton që të thashun. Unë tash ti mund të kesh këtë mendim, dhe mund t'jetë dhe real, por mos e thuj me zëtë lartë. Okej, më falë. Nuk ka lidhje që e kisha dorën këtë. Ane pas në thonë me zotë lartë, i kërkoj folje, po mendim jam s'heket se e kanë nënvlerësu Gremi në Avortin, e kanë nënvlerësu shumë. Por, me zëtë lartë, jo.